44 është në nivel vendi, të shohim tash numrin e votave nga mbargata që vinë. Në bazë të gjitha projekcioneve, koalicioni vetë vendosja i kanë votat e mjaftueshme që vetë me bë prapë qeverinë e radhës. Shihemi në sheshin e fitores edhe përgëzime për gjithë juve që e keni ndjekur. Kjo është një, të thotë, qysh me thonë, një preludiju që nuk do të thotë që do të jetë i vërtetë, unë jam i bindën, po pyetja juve është suggestive. Jo, kryeministri e detyrë pra një muaj, ka parë të shkojmë në zgjedhje, pas zgjedhje, pas zgjedhje. Unë nuk e di, unë jam i bindur që vendit nuk do të shkon në zgjedhje, edhe përfundimisht unë mendoj që në skenën politike duhet me u rikthy racionalitetit edhe leximit të rezultatit zgjedhor. Prap koalicioni vetëvendosës dhe Albin Kurti ka fituar besimin e qytetarëve për të qenë kryeministri i vendit. Për tjerat deklarohet kryeministri Kurti. Rezultati është fantastik. 3 herë avazi për një vit e diçka ne kemi fituar. Rezultati është fantastik, është shumë i bukur.